Mirë, çfarë janë këto arrestime nëse mund të na e sqarosh pak? Po ka disa kohë që Prokuroria Speciale është aktivizuar dhe ka ngritur në fakt një sër aktakuzash dhe ka pasur gjatë 4-5 viteve të fundit edhe persona të dënuar për përfshirjen në masakrat në Kosovë gjatë viteve 98-99. Shumica e të arrestuarëve të dënuarë janë të nacionalitetit serb. Ka pasur së paku një rast ku një i akuzuar është edhe nga komuniteti shqiptar. Tani Reçaku natyrisht një prej masakrave më të njohura ndërkombëtarisht ndodhur më 15 janar të vitit 1999, interesi veçantë për të zbardhur këtë masakër dhe ka pasur, siç e the, edhe ngritje të aktakuzave në mungesë pasi që ligjin e Kosovës me ndryshimet në ligj është mundësuar që të ketë gjykime në mungesë që lidhen me krimet e luftës. Por një aksion i madh i udhëhequr nga prokurori i Prokurorisë Speciale Ilir Morina ka quar në arrestimin e 5 personave, janë kërkuar 6, që të gjithë janë nga komuna e Shtërpsës, një komunë e vogël me shumicë serbe në juglindje të Kosovës, që të gjithë mbi 65 vjeç pensionistë janë arrestuar në orët e hershme të mëngjesit të së dielës në shtëpitë e tyre në fshatrat të ndryshme të komunës së Shtërpsës. Njëri prej tyre është nga komuna e Poneshit, nga komuna e Gjiljanit të fshatin Ponesh, që të gjithë shtetas të Republikës së Kosovës të nacionalitetit serb që jetonin me gjas krejtësisht të qetë në Kosovë për shumë vjet përkundër dyshimeve, pra tashmë siç thot prokuroria të bazuara se kanë qenë pjesëmarrës direkt në masakrën e Reçakut. Pjesëmarrës direkt çfarë do thotë? Cili ka qenë roli i tyre? Por janë përdorur edhe Më fal, për ta sqaruar pak, roli i tyre kanë qenë pjesë e forcave. Pjesë e forcave të policisë serbe. Pa asnjë diskutim kanë qenë, pra prokuroria ka thënë, kanë qenë policë, kanë qenë pjesë e Ministrisë së Punëve të Brendshme të Serbisë. Bile në konferencë për shqip prokurori Morina ka treguar një fotografi të njërit prej të arrestuarëve dhe fotografinë e tij me uniformën e policisë së Serbisë në vitin 1999. Prokurori Morina ka thënë që janë përdorur materiale arkivore të RTK-s në Kosovë dhe të RTS-s në Serbi që tregojnë dhe kanë bërë më të lehtë identifikimin e këtyre personave. Njëri prej personave që është kërkuar nuk është gjetur ende, Esmeralda, kurse një tjetër është arrestuar në orën 3 të mëngjesit në pikën kuftare në Merdar. Me gjasë, sepse nuk është shpjeguar, me gjasë në përpjekje për të ikur nga Kosova. Tashmë është caktuar masa e arrestit, fillimisht 28 orë dhe pastaj kjo do të shkojë në 1 muaj. Me njëherë personat e arrestuar janë paraqitur dje në prokurorinë themelore këtu në Prishtinë për masën e arrestit. Dhe ky është një lajm i cili, siç e thash, përshëndetur nga ministri Svesla, por në përgjithësi është i mirë pritur, pasi që familjet të tëra ende kërkojnë drejtësi në Kosovë gati 3 dekada pas përfundimit të luftës për mira shqiptar të vrarë. Çfarë ka ndodhur deri tani për masakrën, them në raport me hetimet, ndalimet, ka pasur të tjerë, ka pasur procese të tjera, janë këto të parat, do të thënë për persona të arrestuar. Çfarë ka ndodhur deri tani për të hedhur një vështrim? Xhemal. Ka pasur një sër arrestime sidomos në 2 vitet e fundit, ka pasur edhe gjykime të cilat kanë përfunduar me ka pasur dënime të ish pjesëtarëve, qoftë ushtrisë apo të policisë serbe, janë dënuar me 15-20 deri në 25 vjet burgim. Ka pasur për shembull një rast në komunën e Prizrenit, ka qenë një nën e cila ka dëshmuar për vrasjen e 2 djemve të saj binjak. Dhe një prej personave i cili është akuzuar është dënuar me 15 vite burgim. Ka pasur zhvillime pra në vitet e fundit se asnjëherë më parë, dhe kjo lidhet me faktin që deri në vitin 2018 pra nuk ka qenë në kompetencën e organeve vendore për të bërë hetime. Kanë qenë UNMIK-u fillimisht dhe pastaj EULEX-it, të cilët i kanë hetuar krimet e luftës. Dhe me aktivizimin e prokurorisë speciale, numri i personave të arrestuar është ngritur. Dhe kjo në fakt ka qenë një kaos, e cila është thënë
shumë hapur edhe nga krerët e shtetit edhe nga vetë kryeministri tash 60 vjet Albin Kurti, i cili e ka nxitur edhe publikisht pra prokurorinë që të punojë më shumë për të ngritur akt akuza dhe për të sjellur para drejtësisë për aq sa është e mundur ish pjesëtarët e policisë serbe dhe të ushtrisë serbe që kanë kryer masakra në Kosovë. Kështu që raste ka pasur, monitorohen nga EULEX dhe nga faktori ndërkombëtar. Dje prokurori Morina shpyetur nga një gazetare serbe se si është e mundur pra njerëzit të arrestohen 27 vjet pas luftës, si mund të sigurohen prova që ata kanë qenë pjesëmarrës në një formë apo në tjetër në atë çfarë ka ndodhur në Recep dhe prokurori Morina ka thënë që drejtësia është e rëndësishme që të vihet gjithmonë në vend, ka prova të reja, që ka prova të reja, njerëzit do të hetohen, do të arrestohen, por mbi të gjitha e ka thënë këtë faktin që nuk ishte në dorën e institucioneve vendore për t'i bërë këto hetime dhe tashmë që gjithçka për më shumë se 6 vjet është në dorën e prokurorisë speciale, ka një aktivizim të jashtëzakonshëm për të tjera aksione dhe për të zbardhur të tjera masakra që kanë ndodhur gjatë luftës.